Ju jeni populli i lirisë. Ju e dini që liria nuk dhurohet, por fitohet. Dhe çdo herë që vinë në Shqipëri dhe flas për politik, dëgjoj gjithmonë një fjali. Fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu. Po si mund ta ketë fajin Saliu? Para mendoj një gjë o popull. Kur unë fillova shkollën fillore, Edi Rama ishte kryeminist. Kur unë vazhdova gjimnazin, ai prap ishte kryeministër. Dhe tani që jam në universitet, ky prap në kryeministër. Po tani veç ndasëm ta kem, se do është bërë qesharake kjo punë. Një fëmijë rritet, një brez plaket, një vend vdes, ama pushteti nuk ndryshon këtë vend. PD-ja ka qenë erën e fundin pushtet kur unë isha 6 vjeç. Edhe këta ju thonë, fajin e ka PD-ja e fajin e ka Saliu. Po, a ju thirrni mendjes? O popull, o njerëz, po këta ju vetëm që ju vjedhin, po ju shajnë, ju dhunojnë, dhe çdo ditë ju poshtërojnë. Po fajin e ka Saliu, ha? O shqiptar, po ju lën pa buk, po ju lën pa punë, po ju lën pa shtëpi. Po ju detyrojnë që t'i ikni në kurbet. Po fajin e ka opozita, ha? Thjesht kështu. E ndjeni çfarë gënjeshtër përsërit propaganda komuniste në këtë vend çdo ditë që na 45-a. Tani, në historinë tonë kombëtare, ju duhet dini diçka dashur vëllezër dhe motra, që armiku jon kryesor s'ka qenë as turku, as greku, as serbi, po shqiptari vet. Heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, u tradhtua pikërisht në nipi i tij, Hamza. E po, ju duhet dini diçka tjetër, që ne jemi ai populli i Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit. Ata janë populli i Axhi Qamilit. Ne jemi populli i Mitat Frashërit dhe Abbas Kupit. Ata janë populli i Mehmet Shehu dhe Enver Hoxhës.